Mirë se erdhët. Po ja lë menut këtu. Do të vi për porosit për 1 minutë. A mos dëshironi diçka tjetër ju? Unë dua... Birim, çfarë bëre? Të lutem, më fal. Jo, nuk ka problem as pak. Ti je mirë apo jo? Po e pastroj më njerë këtu. Më falni, po presim për 2 toste. Më njerë tani do ju asjell, kërkoj shumë falje. Ku janë tostat e tavolinës 7? Thuajo të presim. Asla më falë shumë u vonova, po bëhem gati dhe erdha. Nuk ka problem, shko bëha gati dhe ja. Motor, erdhe edhe Ozge, unë po shkoj. Do të tregoj për nesër në rregull. Çto të thuash të më lajmërosh për nesër? A se kishe ditën e fundit sot? A o që dorë nga ideja e universitetit? Nuk heqa dorë, motor. E di sa shumë dua, sa po përpiqem, e sa mundohem unë. Si mund të heq dorë tani? Por... vajsa ime e gjorë. Hajde shko ti mos u vono më shumë e rregullojun këtë. Mirë, faleminderit. Ende nuk mësove të bësh si duhet këtë gjellë. Më hidhe dhe pak të ha dhe të shkoj. Gjengiz. Ashtu, doja të thoja, ta mendoj edhe një herë këtë shkollën e vajzës. Shiko, do të ha dhe pak dhe do t'ike dhe mos ma prish Oreksin. Nuk ka shkollë. Por pra mendo pak, si kur vajza jonë të bëhet avokate. A kesh do ishte? Vajza jonë? Nuk mund të flasim pa hapur atë temë, po jo? Jo, nuk mundemi. Po ta rikujtoj që të mos më bëje si e pafajshme këtu. Mirë din se më erdhe në derën time me një familje të paleqshëm në bark. Të pranova ashtu siç ishe. Të bëra një nder. Ti çfarë do të bëje nëse nuk do kujdesesha për ty? Si do dilje para njerëzve? Zoti të bekoft ty, Gjengiz. Nuk më le në baltë mua. Më pranove. U bëre burri. Por asli është e pafajshme. Ajo as që e di. Nuk dua t'i prishet jeta për shkakun tim asaj. Dua që ajo të shkoj në shkollë dhe të ketë një profesion. Sa herë që duhet të nisëm për rrugë gjithmonë ma prish humorin. Për zotin po ma prish humorin me këta filma që po më bën ti mua. Nuk i sjell në majtë hundës me këtë fytyrë duke u qaravitur të betohem. Nën? Vajza ime, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, nën. Baba, unë sot e lash punën time. Mi paguan edhe parat për atë sa punova, nga se nuk do shkoj më prej nesër unë. Edhe përse të mos shkosh? Baba, ja, të lutem më lërë të shkoj në Ankara. Shiko, fitova në një shkollë shumë të mirë. Kujdo që i tregoj, më pyet si u pranove në atë shkollë. Rezultati ju do të jetë shumë i lartë. Dhe do të rrit tek doja, do të marr bursë gjithsesi.
Do të punoj nëse është e nevojshme. Do të shkoj në shkollë ditën dhe do të punoj natën. Nuk do të bëhem barë. Nëse shqetësohesh se mos më bëhesh barë, haroj shkollën me njerë dhe shko në punë në mëngjes. Besoj ishe i qartë, mos shiko ndra. Jemi zhitur në borxhe. Edhe ato deri në fyt jemi në borxhe. S'pas ka të mbaruar kjo borxh me vite, as nuk e dim se kujt po i paguajmë ose çfarë është. Edhe ti duhet të t'jap llogariun. Edhe ti duhet të t'jap llogari. Heu, zot. Shko vonë. Mbajti këto. Bëjnë disi derisa të kthejmë unë. Ja, baba, të lutem më lër të shkoj. Shumë dua të studioj, të lutem. Bia ime, shko në dhomën tënde. Hajde, shko. Baba, të lutem. Mjaft. Baba. Çfarë baba? Shi nga mendja këto marzira. Do të punosh sikur marr, do të fitosh paratë tua. Mos më nervozo. Mos. Kjo është hera e parë që vajza të kërkon diçka në jetë. Që e vogël ka mësuar dhe ka punuar. Të dyja u bëm skllave të tua. Vajza ime u rrit duke pasur nevojë për një fjalë të mirë, por ajo kurrë nuk ka ankua. Mos ja shkatërro të ardhmen, të lutem. Mas më bëj tu mbas durimin e dje. Mas më hap të lashe. Shpirtim? Kërkoj falje, nën. Të hapa të lashe edhe ty. Për shkakun tim ty të bëjet afer. E dije se nuk do më lente. Babaj nuk do më linte të shkoja. Thash se ndoshta zemra ti do zbutet. Ndoshta një herë do të mendoj për vajzën e ti. Por nuk u pa. Kush tha se jo? Si ashtu? Baba e yt pranoi. Por para një minute e tha se... Ashtu tha para një minute. Por unë mundova ta bindja ata. Sinqerisht më tha, bëj çfarë të duash. Hajde të shohu shpejt. Duhet të bëjmë gati rrobat, të nxitojmë. O zot, nuk mund ta besoj. Vërtet po shkojmë në Ankarane? Me të vërtet? Po shkojmë, bukuroshja ime, po shkojmë. O zot. O zot, faleminderit shumë. Asla, më shiko mua. Ma premto, bia ime. Do ta mbarosh shkollën me notat më të mira. A më dëgjon? Do të jesh më e mirë dhe më e forta sido që të jetë. Më dëgjon? Nën, nga doli kjo tani? Ma premto mua. Të premtoj, nën. Të premtoj. Hajde, duhet të bëm gati valigjet. Do të nisemi me autobusin e parë. Mirë, bi, mos u mërzit më.
Të gjitha dokumentet i kena rregull, si do që t'jetë, pavarësisht se janë pak të ndrydhura. Nuk dua që diçka të shkoj keq pas gjithë këtij mundimi. Duket sikur nuk është e vërtet, pasi kam mëndruar kaq shumë. Sikur dikush do të dalë, do të thotë, jo, nuk mund të shkosh në atë shkollë ti. Tani asgjë nuk mund të të ndaloj më. Vajza ime do të studioj, do të bëhet avokate, do të jetë një njeri i ditur dhe i arsimuar. Nuk do të lejoj askënd të jetë i padrejtë. Nuk do të dorëzohet para askujt. Nuk do të varet nga askush. Vajza ime nuk do të jetë si nëna e saj. Mos thuaj ashtu. Sikur të isha dhënë si ti. Sikur të gjithë të ishin sikur ti. Kaq të dashur sa që ti. Vetmohues. Zemër mirë. Të pastër, të ndershëm. Dhe të sinqertë e pa gënjeshtra sikur ti. Po vin, hajde! Hajde, Jashar, hajde! Eylül! Hedije! Mirë se Si erdhe! u gjetëm? Si jeni? Hedije, mirë se erdhe. Sa e bukur që qenë ke bërë kështu! Kurse Më ti e vjen bërë shumë më e mirë që ju bukur. pash. Që keni mirë. Sa shumë që ka rritur kjo. Shikoje, Jashar. Mua shumë më mori malli për ty. Edhe mua më ka marrë malli për ty. Jo, mua më shumë. Jo, mua më shumë. Më në fund erdhe në Ankara. Po pra, Ai shpirti i hamës. Eja, këtu ti, eja. Qafoj? Oh, sa e Mashallah, mirë që mashallah. je. Sa qenë ke rritur ti. Eja këtu, eja. Of. Ai motor të lumshin duart, të kemi munduar pak. Që është ajo fjalë, mos e zër në gojë. Për mbesën time të bukur gjithçka, Daja krenohet me ty. U pranove në shkollën më të mirë. Do të mburremi të gjithë kur do të diplomosh bie ime. edhe ti do të pranosh vitin tjetër. Do të shkojmë bashkë në shkollë, apo jo? Sa mirë si ku të shkoni bashkë në shkollë këtë vit. Vajza ime nuk u regjistrua për shkakun tim. Ajo nuk mund ta jepte provimin për shkak të problemeve të babait të saj. I duhet të punonte, po mos ki merak vajza ime. Unë do ta shpërblej. Baba. Baba im i dashur. Baba im, po ti që ke punuar gjithë jetën për ne? Mos e ndoshko veten kështu për shkak të këtij viti të vështirë. Pastaj, unë nuk po ankohem për asgjë. Ah, moj Hedije, ky vit ka qenë shumë i vështirë për ne. Zoti mos e bëftë na përsëritet më. Dash Zoti. Zoti ma ruajt vëllan. Shqyr Zotit. Sigurisht nuk është ngushëllim, por të paktën ta kishim paguar kompenzimin. S'ka ende asgjë të re? Jo, avokati tha se do të na njoftante, por ende nuk ka asgjë. Aman pra, ata të pandershmit po bëjnë gjithçka të shmangin pagën dhe të bëjnë me kompenzim më të vogël. Është mirë kur punon, por pastaj kur pëson aksident, Askush s'mund t'ia shkel të drejtën dikujt Nurhan. Në rregull. Ta mbyllim këtë temë. Të paktën njërin krah e kam mirë. Mira keq, ne kemi një qati mbi kokë. Po ashtu merremi me punën nëpër lagje dhe kemi dhe ç'të ham. Erdhi motra ime e dashur. Erdhi mbesa ime e dashur. Ç'na duhet tjetër? Elif ngrihu, do të bëhemi vonë. Mirë, në rregull. Ti marrim çantat dhe shkojmë. Mirë, lutuni për ne në rregull, që të kaloj gjithçka mirë. hajde shkoni bi, Zoti qoftë me ju.
Edhe kur ishim të vogla, unë nuk mund të të mbërja dot. Jo se s'ma arrie dot, mendoj se më lije vetë që të fitoja unë. Do ta mbërrim apo jo? Do ta mbrim shpirt, këtë rrugë e bëj për ditë. Kafenea ku punoj është brenda kampusit gjithsesi. Do të marrim një minibus nga këto. O zot, normalisht nuk e nget në këtë mënyrë, por s'ka qenë këndej rotull për ca kohë. Duhet ketë me nxitim apo diçka tillë. E njëti? Po, familja e tij jeton në lagjen tonë. Por sigurisht do ta shohësh më shpesh, Pse? sepse jeni në të njëjtën shkollë. Eylül, shiko, mbetëm prap duke më bërë muhabet. Frapo, hajde frapo. Kështu kyt duket se pas ka ndonjë problem sot, që po sorollat e gjithë mëngjesin. Interesante. Vajzë qetësohu më? Në rregull, po të them se do mbërim? Ja, Eylül, nuk dua ta humbas regjistrimin tani pasi erdha nga Izmiri. Jam shumë e stresuar. Je e sigurt? A do t'ja dalim? Nuk e di, ndoshta. Mos më çmend tani. Po bëj shaka, vajzë, në rregull, do t'ja dalim. Ja, shiko, po vjen minibusi. Shkolla ime. Të thash se do të mbrini me kohë, ja. Hajde lëviz. Na falni. Si të duket? Shumë bukur, apo? Po. Shumë bukur. Hajde, shkojmë të bësh regjistrimin. Jo, do vonohesh për në punë ti. S'ka problem. Shefi është pak i bezdisur, por do t'i them se të ndihmova të regjistroheshe. Nuk ka nevojë as pak. Shiko, tani ti shko në punë mirë, nuk dua të ta çortojnë. Do ta gjej vetë rrugën. Dhe shiko, tani më bëritëm, zërse u kryo kjo punë. Shiko, nuk bën kështu, por gjithsesi, zyra e regjistrimit është atje. Shko dhe regjistroj, u mirë? Faleminderit shumë për gjithçka. Eja më tako sa po të mbarosh. Do të kthehemi bashkë në shtëpi. Kafenea është aty. Hajde. Mirë. Do të piqemi prapë, zotëri Mumtaz. Do të bëj t'i hash këto dokumente. Nga dal, A vash? Hapi sytë se ku i hedh këmbët. jo ti hapi syt. Veç pak, sa të... Më ka nisur dita tërësje në mëngjes, Ja, por më jep, nga këto varet jeta ime. s'kam nerva të merr me ty. Çfarë psikopati. Mirëdita. Mirëdita. Sot faleminderit shumë. Kam pasur një ditë aq të keqe sa s'do më besoje po ta të tregoja. Ç'është kjo?
Nuk e di? Kundërshtimi im për regjistrimin e tapisë së pronësisë. E mendoj se është deklaratë pronësie, por s'është e imja. Nëse nuk është juaj që kërkon midis dokumenteve tuaja? Formularin e aplikimit? Aty është. Ku? As dokumenti i rezultateve të provimit nuk është. Aty është sonjë, se disa herë kam parë ato dokumente këto 2 ditët e fundit. Aty janë të gjitha. Jo, nuk janë. Nuk mund t'ju regjistroj, dokumentet nuk janë të plota. Ditën e mirë. Si ashtu? Jo, duhet të kenë ndonjë gabim, i kam kontrolluar vazhdimisht. O, zot jo. O, zot jo. U përplasa me dikë dhe ndoshta dokumentet janë gatruar. Nëse mund ta plotësoni këtë regjistrim, do ta sjell dokumentin e rezultateve dhe formularin e aplikimit me njëherë. Ju premtoj me njëherë do e sjell. Nuk mundet, duhet ta plotësoni dhe pastaj të vini. Ja, me njëherë po ju them, do ta sjell me njëherë sinqerisht për 10 minuta, gjysmore maksimumi. Sistemi fiket automatikisht kur mbaron koha e regjistrimit, nuk kam çfarë të bëj. O zot, çfarë të bëj si ta gjej atë djalin tani? Më falni, kërkoj ndjesshëm. Mos pa dikë me motor, sapo doli nga kjo ndërtesa para 1 minute. Ozanin mendon? Nuk ja di emrin, me gjatësi mesatare me pamje të ashpër. Në fakt është djali i mirë ai. Nëse e kërkon, doli nga shkolla me motor ai. Hej, prit! Prit, ku po shkon? Ndalo! Ja, ndalo, prit! Ja, ku po shkon, ndalo! Hej! Ndalo po të them! Dikush ta ndaloj atë djalin, ndalo! Ndalo, prit! Ndalo të thash! Hej! Ndalo! Lul, mora fundun. Dokumentet e mia janë zhdukur. Regjistrimi nuk u bë. Dhe ai djali me motor, Ozan, i mori dokumentet dhe i ku. O, zot, mora fundun. Prit 1 minutë që soja këtu. Mere pi pak ujë. Tani më trego me që si çfarë ndodhe? Kanë mbetur edhe 20 minuta. Regjistrimet po mbarojnë, dokumentet e mia janë të paplota. Ozani i mori ai djalin në motor, fqinjë. Ozani i mori dokumentet e tua? Pse? E po, u përplasëm, mendoj se dokumentet u ngatruan. Vrapova, për nuk mund ta arrij atë. Mori fund e Lul. Në rregull, mos u dorëzo kështu. Vetëm prit. Me siguri do të ketë një zgjidhje. Në rastin më të keq vitin tjetër. Nuk ka vitin tjetër e Lul. Babai do të më lejonte më kurrë. Mbaroj. Gjithçka mori fund. A mund të vini dikush, të lutem? Shikoj këta. Si duket këta janë miq të Ozanit nga shkolla. Ndoshta janë në të njëjtën klasë dhe e dinë se ku është ai. Më falni, ju, a mos ndoshta jeni miq të Ozanit? Varet pse po pyet? Jam në një situatë shumë të vështirë. Ju lutem, duhet ta kontaktoj urgjentisht këtë tipin me emrin Ozan. Dokumentet e mia u ngatruan me të tijat. Vetëm më jepni numrin e tij, do t'i telefonoj. Zemër, ti duhet të jesh e re këtu. Përndryshe do ta dihet që nuk më pëlqejnë këto biseda të panevojshme as pak mua. Ç'të kushton nëse do të më jepni një përgjigje si duhet? Jam në një situatë të vështirë, po të them se është urgjente. Duhet ta kontaktoj më një herë. Nëse nuk mund të më japësh numrin e tij, telefonoje vet. Nuk të thyen gishtat, besoj. Bato thirr sigurimin të lutem, se po më dhem koka. Thirr sigurimin pra. Asla, në rregull, eja. Do t'ja kërkojmë sigurimet e lagjes sot. Valla Rifati është njeri i kuptueshëm.
Do të na jap ai numrin. Mendoj se vajza kaq të bukura nuk duhet të zemrohen. Batu, pse po a jep numrin shokut tënd të panjohurve? Sidomos atyre si këto. Je me fat që nuk kam kohë. Nuk mund të merrem me ty tani. O zot, të lutem bëj që të përgjigjet në telefon. Jeta ime varet nga ato dokumente. Asla? Dëgjo. Mumtaz! 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 Ozani? E dashur, lëre le të qetësohet pak. Ai më sa duket dëshiron të shkaktoj telashet. Mumtaz! Mos lejo që motori im të të shpërqendrojnë nga puna. Shiko! Ja një motor i bukur nga pronari i vet. Mos u afroni. Kalon mbrapa. Jo, dokumentet e mia. Shikojeni spektaklin. Dokumentet e mia. Më lër, dokumentet e mia. Mori fund. Gjithçka mori fund. Aslı? Eylül. Gjithçka mori fund. Jeta ime po bëhi bashkë me ato dokumente.
Asgjë nuk po ndodh Tarik. Kjo nuk është rrumoja e parë që shkaktojnë studentët në shkollë, dhe nuk do të jetë as e fundit kjo. Çdo qoftë, do e rregulloj unë, mos u shqetëso ti. Vazhdo. Pastroj këtë. Ashtu, sigurisht nuk është fundi i botës. Pastaj nuk është faji yt. Do t'u tregojmë familjeve se çfarë ndodhi. Nëna ime do të mërzitet shumë. Ajo më solli deri këtu mua. Tani për shkak të kësaj situate që sharake gjithçka u shkatrua. Mbaroj. Jeta ime mbaroj me kaq. Nuk kam më kthim prapa. Ndoshta ka. Më shiko. Eja këtu. Fshi këta sy. Shiko atje. Ai burri që qëndron atje është zotri Mumtaz. Është kryetari i bordit të drejtorëve të shkollës. Dhe është gjithashtu babaja i djalit, Ozanit. Ndoshta ai mund të ndihmoj? Eja ngriu lëviz. Ja, e i lyll. Dokumentet u dogja nuk bën shkrum dhe afati regjistrimit ka skaduar tashmë. Çfarë mund të bëj kryetari i bordit të drejtorëve? E po që të keq që ka të pyesësh? Eja. Zotri Mumtaz, përshëndetje. Unë jam e Lyli, jam vajza e Jasharit, kujdesarit e hapësirës. Kujdesarit Jashar? Po, vajza e tij jam. Kjo është kushërira ime. Ajo pranua në departamentin tuaj të drejtësisë, por nuk mundi të regjistrojë sepse në atë incidentin me motor që sapo ndodhi. Zotri Mumtaz është shumë i zënë tani me një takim. Zotri Mumtaz, një moment. Ju lutem mos i vështirësojmë gjërat, ju lutem. Por është shumë e rëndësishme. Vetëm 2 minuta. Shiko, dëgjoni. Kur motori shpërtheu dokumentet e regjistrimit të kushërirës time u dogjën dhe nuk mund të regjistrohet në shkollë pa to. Ne donim vetëm të kërkonim ndihmën tuaj. E pra, do t'ja them zotri Mumtaz, por nuk mendoj se do t'ju ndihmoj shumë. Gjithsesi ju tregojeni. Çfarë të bëj unë? O Zot, ku të shkoj unë tani? Nga kush të kërkoj ndihmë? Me këtë flas. Në rregull, mos u mërzet. Ndoshta unë mund të të ndihmoj. Profesori Tarek. Së pari ngriu tani. Qetësohu. Le të qetësohemi pak. Dakord? Jam i sigurt se nuk është diçka që s'ka zgjidhje. Sa po do shikonte, ishte sikur të shihte në shpirt. Do t'i besoje me njëherë, do t'a besoje. Ti do mendoje nëse ky njeri është pranë meje askush nuk mund të më kundërshtoj. Unë mund të përballoj çdo gjë. A je mirë? Prandaj e ndi që Ozanin sot në mëngjes, apo? E po duhet më kishe thënë atëherë, do të shkonim bashkë me makinë. Unë nuk ju njihja, Jufa. Atëherë le të njihemi. Unë jam Tariku. Unë jam Asla. Tani e njohim zonjushën e zonës. Ajo është vajza e vetme e zotri Jasharit dhe zonjës Nuran. Je shumë me fat. Ke një familje të mrekullueshme. Mos u mërzit, më të lutem. Do të flas me Mumtazin dhe do të përpiqem të bëj çmosun. Përveç kësaj, ke punuar aq shumë, je pranuar në shkollë. Nuk do të donim që përpjekjet e tua të shkonin dëm. Unë nuk di si t'ju falemderoj juve, nuk di. Prit, s'kemi bërë gjë ende. Pasi të rregullohet regjistrimi yt, do të shihemi shpesh në lëndën e të drejtës romake. Do të studiosh shumë,
do të marrësh notat larta dhe do të jetë baras. Dakord? Dakord. Profesor. Faleminderit shumë që e dëgjuat problemin tim. Të lutem. Dëgjoj. Kam një vajzë në moshën tënde dhe nëse diçka e tillë do i ndodhte asaj, do të doja që dikush ta ndihmonte edhe atë, a më kupton? Të lutem mos mërzit. Ja ku erdhen voglushet. Ju bëft mirë. Mirë se erdhët. O, erdhen vajzat e mia të mira. Duhet të keni lajme të mira, apo jo? Dëgjoni, daja jyti ishte aq i mësënuar sa tha se duhet të festojmë. Ai madje shkoi dhe bleu një tort. A u bë vëza ime e bukur studente universiteti sot? Po, në shpirt. Ajde, çfarë po flisni tani? Lani duar dhe jani në tavolin. Në rregull. Prit pak të shoh ty, o zoti do bekoft me fat të mbar vajza ime dashur. Vajza ime do të studioj, do të mësoj shumë dhe do të diplomohet. Do ta quajmë zonjë avokate, ë? Oh, tani shkollaj duart. Hajde, nxito. Të tjerët janë zhytur duke parë film në televizor? Mendova të ulemi vetëm nën e bi. I mbusha edhe gotat me çaj të freskët. Duhet të kesh ftohtë ti tani. Merre këtë. Faleminderit. As nuk i ke prekur tortën. Hangra shumë në darkë. Nuk isha më dëshirë të haja. Kështu vije në shtëpi edhe nga kafeneja. Pastaj studioje deri në mëngjes. Babaj gjithmonë zemroi që nuk e fikja dritën deri në mëngjes. Por ti studiove dhe hyre në shkollën që doje, apo jo? Ndoshta do kishte qenë më mirë mos ta kisha bërë. Çfarë do të thotë kjo tani? Nëse do të qëndroja në Izmir, do të vazhdoja të punoja. Ndoshta do të mund të ndërtoja një jetimen më shpejt. Dhe të çliroja më shpejt nga bahra dhe ty. Bia ime, ti si mund të thuash një gjë të tillë? Si mund të jesh barë për ne, bia ime bukur? Do të doja që të gjithë të kishin një fëmijë si ty. Një fëmijë që e bën nënën e saj krenare, që e mban kokën lart. Do të shkosh në atë shkollë, Aslı. Do të studiosh. Do të studiosh që të kesh gjithmonë mundësinë të zgjedhësh më të mirën në jetë. Mos vuaj sinën e jote, vajza ime. Në rregull? Eja këtu. Nën, unë nuk dha ha këtë, po shkoj ta lë me njan. Nuk mund të flija gjithë natën, më beso. Nuk dua të vë në këtë situatë të vështirë, por nuk kam çfarë të bëj unë. Nuk jam në asnjë situatë të vështirë. Nëse Mumtazi vjen në zyrë, do të flas me ta dhe do t'ia shpjegoj situatën. Përveç kësaj, ai nuk do të donte të humbiste një studente të zgjedhshme, pas gjysmë ore të jeshte ndërtesa administrative. Në rregull? Faleminderit. Të lutem, mjaft më falënderove, të lutem. Po zot, të lutem të bëhet. A do të flasë gjëgjatëriku me administratën e shkollës?
Kjo është gjë e mirë. Çfarë ndodhi? As ka ndonjë shuplak këtë herë. Unë thjesht duhet të të ndihmoj. Nuk dua as edhe një ndihmë nga ti unë. Pse? A nuk jam unë përgjegjës për atë që të ndodhi? Dakor, me që qenë ka kështu më lërë ta rregulloj. S'ka nevoj, mjafton me kaq. Ti mos u shfaq më fare. Thjesht mos më hap më mua të lashe. Dhe nëse është e mundur mos u afro fare. Të doja që të gjithë të kishe një fëmijë si ty. Një fëmijë që e bën nënën e saj krenare që e mban kokën lart. Do të studiosh, ti do të shkosh në atë shkollë Aslı, që të kesh gjithmonë mundësinë të zgjedhësh më të mirën në jetë. Mos dëvuaj si nëna jote, vajza ime.